që ka ndodhë? Tu para një vjetë e gjysa, 2 vjetë në këtë emision, une pa të thonë që qeveria ateiste Albin Kurtit nuk po donë me rindërtu xhamin e Ibrit, i cila është objekti kulturës, objekti trashëgimisë, që 250 vjetërsi e tjerë, edhe që është me shumë rëndësi, po që për shkak të bindjeve të tyre ateiste që kësaj qeverie, thjesht nuk po e bën këtë punë edhe pse ka mundësi me bë. Edhe po atë ditë kur mbajke kjo në Mitrovic tubimi, me 10 raportale e ribotuan atë deklaratën teme pe presingut, edhe aty kur papritur Albin Kurti e premtoi ato që ka me ndërtu, me rindërtu po në të bëjë. Përktimi për xhami, veç rriti entuziazmin e rriti entuziazmin jo, Marana, një qelë së përparën? Nuk ka lidhje Dibran Marana se Marana. Ajo një simbolike vetër e Mitrovicës. Aja ka përmen një simbol të Mitrovicës, cilën ka entuziazmu jo vetëm elektoratin atje në Mitrovic, por në gjithë Kosovën. Qysh identisht, to? Qysh për Po nga reagimet e njerëzve, për shembull, sepse unë kam reagime, njerëzve që mbaj kontakte, që mundon me ble situatën. Tash shumica unë e di për shkak që shumica e votuesve të vetëvendosjes nuk janë votues origjinal të vetëvendosjes. Janë vetëm domethënë mund të jenë një 15%. Po shumica, pe 15% që të lartë, janë votues anti-PDK, anti-LDK, anti-AAK. Ju po thani që kjo me xhami ndikan në tërë Kosovën. Kjo unë sa poshtë, domethënë, me njerëzit cilat diskutojnë sinqerisht, që kanë thonë për shembull s'ka me dalë me votu, se shiko, njerëzit unë nuk kam kur po them që ka qenë në rënje. Nuk kam po njerëz që kanë kalu, kanë thonë tash më me vendos, tash me PDK, nëse tash me LDK. Nuk kam po kësi kalime, po thjesht kam po njerëz që kanë thonë e kam votu vetëvendosje, nuk e votoj më. Po, tash me xhami, unë të më shumë. Tash me xhami, për shembull, nuk kam po shumë njerëz që si ndonë votime, edhe që thonë, a ka me votu. Po nashta ju rranë se maran. S'ka rëndësi e ka thonë publikisht, do më thonë. Që ka s'let e harrojnë faktin musliman që Albin Kurti është ateist dhe votojnë më njëherë. Mjaftën vish me dhonë si deklarat? Po, tash njerëzit, unë e di, deklarimi ti nuk është se është ateist. Po, nuk, kjo paraqykimi yti për të. Po, po më dojë unë në bazë të asone qëfar. Një që ati xhamia në Prizren nërë. Na veç marrët, po. Pej 99-ës deri vitin 2005. Që me dhurë maznej mos i LDK-ja po bën xhamin në Prishtini bjerë... Xhamia në Prizren si ka ndalu për kush më maru. Jo, ama folja është për këmpe marrëni ato, unë e di faktorin edhe historik edhe transisa saj. Problemi është që ajo... I kanë ata islamistat, i kanë analistat e vetë. Por, a kenë me Albin Kurtin këtë ata? Pse e lëshun Albin Kurtin? Pse Albin Kurtin për 6 vjetë që i pat 10 deputet islamik brenda trumpë? Po pikisht për që ata që i ka hup... Bashkë me dostin të nëtë, orë për Vukrin a shëko armin, se për jarë Vukrin bjevne, Zavens ministrin, cili, dhe më thonë, e bashkë që tash Albini, dhe më thonë, sepse ka po që ka hup, i ka ronë me në Xhamia Mitrovica, aty mos pori... Sepse ka po që ka hup qatë elektorat. Respekt letë maruhet e Xhami, për që ka lidhe me Vushtrëj ose me Prishtinë? S'mene që ka lidhe. Ka lidhe me ndjenjët e njëzë, shikon. Mërit me posë efekt lokal, apo del? Po fundja, a ne jenë sërbë, apo dhe në mishti sërbë me piqaj rusi, jo bre, janë edhe një 5.000 musliman atje, shqiptare, bosnjake, turqe, Ashkalie, Rome, Egyptiane, do më thonë që se kanë asë një gjami. Bëllë fetor, që një gjami ma shumë veriusis është që i pengë, nëse i... Krejtë Kosovën pak se fështirë me ndikune. Kështu që onë me ne që një taktikë zgjedhore e dëpt e vetëvendosës, që mas i ka u partit islamike, mrena trupit, tash po mundohet me qëtë faktor këshë pikthej. Po tash shiko. Se mos ta diskutojmë, do të shkret që më thonë se kjo është një ide e jote. Po, natyrisht që unë nuk flas namën popullit Kosovë. Mos na për xhamin Mitrovic
se tek e fundit, kryeministri në detyrë, Ama pse se ka marrë 6 vjet të diçka tjetër, po mendoj se Mas i ka marrë ura, ai tha, shiko, unë përcolla fjalimin e tij. Ai dha dhe 10 premtime tjera. Po me asnjë premtim... Po asnjëri sa përmen aty. Po sepse asnjëri, veç pak, asnjëri nuk shkaktoi entuziazëm frenetik, çfarë shkaktoi për specifikat e Mitrovicës, pse i zgjat me qenë kjo për specifikat e Mitrovicës. Nështë 20 veta kanë të artropito dhe jo 20 veta në Kosovë. Se na... Sa është këgja fështirë në fjallë buja në Ate që shikojmë të bimen, edhe këshyre sa her ka pos aplauze, edhe cili ka qenë bin shumë... Unë nuk menoj që ketë trupën elektorale që e ka pos ma herë për shkak teman rrë. Tërnova e ka pengue në ndërtimin e Xhamis Libër që 26 vjetë. Jo, bre, se Tërnova për marrë në Xhamin matë modën Balkane që i ka nësi ka Ndaron, në Prishtinë. Pa gjeni këtu thonë se i kanë muslimot analizat e jetë. A e në Prishtinë, po nuk e marrë Mitrovica e ka pengue. Po Xhamin matë modën se të posta. Po e ka pengu qatë Xhamin Mitrovic. Po së ne ka përcy, krye bashkioku, krye imami, kryqeshëm Tërnove, nuk ka përcy që këne ve? Po daj nuk lunë komorët, kështë islamit nuk ishën hisët dhe përsisën parti, respekt për musliman. Islamiki është çështje politike e konceptit islamik. Veri me marru në Xhami, unë e kuptoj, përshka këse kanë rëzu partizan, komunistat sene, ka qenë ondër e Mitrovica Live atë pjesë me bo, se cilët që orë ka honë, edhe Agibatirës, e lemë tjertë, edhe ka honë e marrujna. Te e din mas mire, ne se se so marruja. E ka pengue, pikësht, kur këmarit me bo tem, a edhe na im Tërnova, kanë thonë hajtë se marruat kjo punë. E dyta, i sholla marruhet, e treta, masit të këkajt bini qash i doshtë pej islamikve, pse e në shumë koalicion,